In memoriam Idai Bregu. Cili është Idai Bregu? Idai Bregu ishte kryetari i bordit të drejtorëve të Komunitetit Shqiptar Amerikan të Illinois. Do të kujtohet se një udhëheqës i përkushtuar i komunitetit dhe një burr i palëkundur në dashurinë e tij për ateun. Siç thekson profesor Skënder Karaçica në artikullin e tij, trashëgimia e Bregut nuk ishte vetëm morale në frym, por dhe e qëndrueshme në ndikim. Në testamentin e tij, Idai Edi Bregu dhuroi $5 milion për të themeluar programin e studimeve shqiptare në DePaul University në Chicago. Programi i parë i këtij lloji në Shtetet e Bashkuara është një akt që vendosi në mënyrë të qëndrueshme gjuhën, historinë dhe kulturën shqiptare brenda një institucioni të madh akademik amerikan, duke garantuar studimin e tyre për brezat që do vinë. Për më shumë se 47 vjet, politikat pa drejtë antikombëtare u mbajtën të ndarë nga vendi i tij, nga populli dhe familja e tij. Pas ngjarjeve tragjike të majit të vitit 1944, ai u nda nga prindërit dhe nuk i pa më kurrë. Megjithatë, zemra e tij mbeti fort shqiptare, thellësisht e lidhur me komunitetin në Chicago, ku jetoi për 62 vjet. Në përputhje me dëshirën e tij të fundit, një pjesë e hirit të tij u shpërnda në liçenin e Michiganit, një omazh për qytetin ku bë shtëpia e tij. Me 21 mars 2015, pjesa më e madhe e hirit u pre pranë eshtave të prindërve të tij, duke i ribashkuar pas 71 vjetësh ndarje. Një pjesë tjetër u vendos pranë themeleve të shtëpisë ku lindi me 23 shtator 22 në fshatin Toshkës të Përmetit. Ishte një jetë e përcaktuar nga sakrifica, shërbimi ndaj popullit, i përjetshëm qoftë kujtimi i tij nga komuniteti shqiptar amerikan i Illinois.